Truri i njerëzit ka, thash, dy aftësi, pjesën ka kognitive dhe emocionale. Kjo pjesa emocionale është, me thënë në mënyrë popullore, është klima që gjenerohet. E ti në qoftë se don për ta mi arën apo kosit livadin, në qoftë se bie shi, s'pat e klimë, ti nuk je në gjendje ta realizosh dot. Prandaj klima është shumë determinante, pra e pjesa emocionale e njerëzit për të realizuar veprime kognitive trunore është shumë determinante. Dhe gjithmonë mendojshim ne IQ, pra sa është koeficienti i inteligjencës dhe a përcakton aftësitë e njerëzit. Por del që shumë njerëz që kanë pas këtë IQ, pra koeficientin e inteligjencës shumë të lartë, nuk kanë arritur suksese, përsi se pjesa emocionale ka qenë jo e përshtatshme. Prandaj konsistenca, interesimi, ngjallja, vetbesimi, përkushtimi, këto janë determinante me tepër se sa shpeshherë se sa inteligjenca kështu IQ, inteligjenca njerëzore. Prandaj makina, e cila pajiset me inteligjencë artificiale, ajo për këtë pjesën emocionale është shumë problematike. Prandaj unë besoj që inteligjenca emocionale është determinante që makina mos të arrijë aftësinë e inteligjencës natyrore. Pra gjithmonë do të jetë jo një hap, por shumë hapa mbasnesh. Dhe edhe dyta, me siguri përderisa na flasim, ekzistojnë projekte që mirën ekskluzivisht me përcaktimin e bias, e caktimin e threshold, atij pragut, asaj kose, pra që e ndërpren mundësinë e qarkullimit të informacioneve që zhvillohen në atë mënyrë që në mënyrë të pa kontrolluar të bëhen të frikshme për jetën njerëzore. Prandaj konsideroj që nuk është rrezik ashtu siç miku im e prezanton, sa është shumë mënyrë të frikshme e prezanton këtë. Natyrisht kur flitet për Nobelist, i cili konsiderohet si ndoshta ndër njerëzit më të mençur, ndoshta më i mençuri në sipërfaqen toksore, shumë e konsiderojnë, atë duhet me pas një farë konsiderate. Por më jepet të drejta që të paktën që kam miktimin, të themi që nuk konsideroj që do të jetë rrezikshme, por mbi gjitha do të jetë e dobishme inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i saj. Prandaj sa më shumë të joshim trit, do ta kemi një ardhmënim të mirë kombëtare.